Të nderuar bashkëdhetarë, shfrytëzoj rastin përzemësisht ju përshëndes, uroj të keni ditë mirë dhe mirat ju përgjagjën çdo hap të jetës. Ju ftoj na pra me 1 qershor ditën botërore të fëmijëve, të merrni pjesë në marshin paqësor me sloganin Stop krimi, stop korrupsionit, stop bullizmit, stop vrasjeve të fëmijëve kudo në botë, dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri, na bashkoheni. Ky është projekt sfidues, synojmë që t'i motivojmë bashkëdhetarët tanë deri me 21 dhjetor çdo diell kudo në botë, të marshojnë me sloganin e njëjtë dhe të lobojnë që Kosova si vend neutral paqësor të pranohet. Synojmë që t'i motivojmë artistë, sportistë, këngëtarë kudo në botë, gala mrame për bamirësi të organizojnë, që nga 21% që fitojnë për këtë fondacionin global të energjisë pozitive të dedikohen, 7% të ardhave botërore të ndahen për pullëzimin, gjelbrimin e planetit Tokë dhe gjithë kjo të bëhet nga vendi jonë. Pra marshi do të organizohet prej sheshit Skënderbeu deri te biblioteka kombëtare, me qëllim që biblioteka kombëtare të mbetet vendi i ndriçimit, të mbetet vendi i shejt. Pastaj synojmë që gjithmonë me 21 shtator, me 21 dhjetor, me 21 mars, me 21 qershor, gjithmonë kudo në botë festa paqësore të organizohet, marshe paqësore, festa paqësore, që njerëz të motivojmë, frymëzojmë shpirtnisht, të inspirojmë të keqen me mirësi, ta ndryshojnë, pastrojnë apo luftojnë, vjetër me trend ta zaventësojnë që ekonomia botërore mos mvaret më prej luftave, prej pandemive, po të mvaret prej bioturizmit. Të organizojmë kampingje në koncept me energji pozitive, në sistem me energji pozitive, kudo në botë, që qytetarëve do t'ju mundsojnë të vedisohen, ndërgjetësohen, motivohen, frymëzohen që e keqja mo të ndaloj. Prandaj, mos hezitoni, zgjonu me energji pozitive, na bashkoni se vetëm me të mirë do mundemi të keqen nga jeta e qytetarëve me largu dhe mirësi në jetën e juaj, me pru që fëmija ju bullizmin mos ta përjetoni, ju mos ta përjetoni dhunën, mos ta përjetoni largimin nga shtëpia, po të organizojmë hajme për pleq, të organizojmë qerdhe për fëmijë ku edukata pozitive do të praktikohet, që t'ja u din vlerën juve, t'ja din vlerën tokës, t'ja din vlerën çdo energji në botë, që mirësia, dashuria, respekti, adhurimi, mirëkuptimi për të mirën në jetën e juaj t'ju përcjell, që ju të keqen mos ta përjetoni. Mos hezitoni, pajtoheni, bashkoheni, bashkoheni, se vetëm me të mirë do mundemi të keqen me parandalu. Ju falenderoj në mirëkuptim, ju presim në bashkëpunim.